Mirëmëngjes, we lezen de motra. Javën e kaluar ne kemi dëgjuar një pjesë nga Gjoni 19. Edhe sot ne do të dëgjojmë një fjalë nga kapitulli 19. Ne do të lexojmë së bashku nga vargu 17 deri 30. Kapitulli 19 nga Gjoni, nga vargu 17 deri 30. Te ai, duke mbartur kryqin e tij, doli në vendin që quhej Kafka, që në hebrejisht quhet Golgota, ku e kryqizuan, edhe me të dy të tjerë, andej edhe këtej, dhe Jezusi në mes. Dhe Pilati shkroi edhe një mbishkrim dhe u furi në kryq. Dhe ishte shkruar Jezus Nazarenasi, mbreti i judejve. Kështu këtë mbishkrim e lexuan shumë nga judejt, sepse vendi ku u kryqëzua Jezusi ishte afër qytetit, dhe mbishkrimi ishte shkruar në hebrejisht, greqisht dhe latinisht. Atëherë, kryepriftërinjtë e judejve i thanë Pilatit, mos shkruaj mbreti i judejve, por që ai ka thënë, unë jam mbreti i judejve. Pilati u përgjigj, atë që kam shkruar e kam shkruar. Dhe ushtarët, mbasi e kryqizuan Jezusin, morën rrobat e tij dhe bën 4 pjesë, një pjesë për çdo ushtar, edhe tunikën. Por tunika ishte pa tego, e ndër njës nga maja e deri në fund. Prandaj ata i thanë njëri tjetrin, le të mos e grisim, por të hedhim short për të kur të i bjerë, që të përmbushe shkrimi që thot, i ndan midas tyre rrobat e mia, dhe hodhën short për tunikën time. Ushtarët pra u bën këto gjëra. Po afër kryqit të Jezusit qëndronin nëna e tij dhe motra e nënës së tij, Maria e Kleopas dhe Maria Magdalena. Jezusi, pra, kur pa nënën e tij dhe pranë saj dishepullin që donte, i tha nënës së tij, o grua, ja biri yt. Pastaj i tha dishepullit, ja, nëna jote. Dhe nga ajo orë, dishepulli i mori atë në shtëpinë e vet. Pas kësaj Jezusi, duke ditur që tashmë çdo gjë ishte kryer, që të përmbushe shkrimi, tha, kam etje. Aty, pra ishte një enë plot me udhëll, po ata e mbushën një sungjer me udhëll dhe u vunë në një deg hisopi dhe ja afruan te goja. Por kur Jezusi mori udhëllën, tha, u krye, dhe duke ulur kryet, dha frymën. Përsëri ne kemi lexuar një pjesë të vuajtjeve të Zotit Jezus, dhe kemi lexuar në vargun 24, që të përmbushe shkrimi. Për çfarë flet Gjoni këtu? Le të shikojmë. Prandaj së pari do të shikojmë disa pjesë të Biblës për të shikuar linjën në Bibull nga Djata e Vjetër deri në Djatën e Re. Ka shumë të krishterë që lexojmë vetëm Djatën e Re, sepse gjithçka nga Djata e Vjetër tashmë do të përmbushej. Por nëse nuk i njohim historitë e Djatës së Vjetër, ne nuk mund ta kuptojmë siç duhet Djatën e Re. Është njësoj siç ndodh me një vend. Është gjithashtu e rëndësishme që ju ta njihni historinë tuaj dhe të dini se çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Sepse në këtë mënyrë mund të kuptoni se si është krijuar kultura dhe pse ekzistojnë disa zakone. Dhe prandaj, ne do të shikojmë së bashku disa pjesë nga Djata e Vjetër.
Në Eksodin mund të shikojmë se populli I Izraelit jetonte në Egjipt dhe se ishin të shtypur. Pastaj Perëndia themeloi Paskën. Çdo familje duhet të thërte një qenj dhe ta vinte gjakun mbi shkallkat dhe arkitraun. Atëherë Zoti do të kalonte nëpër këtë shtëpi dhe askush nuk do të vdiste. Në Isaia lexojmë që ai flet për një qenj që është quar në therrje dhe nuk e hap gojën. Këtu Isaia vuri në dukje Zotin Jezus, I cili do të vinte në këtë tokë dhe gjithashtu do të vdiste. Ashtu si me Pashkët, gjaku duhet të rjedhë për të qenë të lirë. Jezusi vdiq vullnetarisht për të paguar për mëkatet e njerëzve. Dhe ne jemi të gjithë mëkatar, pa përjashtim. Nëpërmjet mëkateve të Adamit dhe Evës, ne I trashëgojmë këtë mëkate dhe vetëm nëpërmjet gjakut të Krishtit mund të I shpëtojmë dënimit të mëkateve tona. Kështu shohim se çfarë është themeluar dhe profetizuar në djatën e vjetër vazhdon ende, por edhe është përmbushur. Në kapitullin 18 të Gjonit, ne lexojmë për burgosjen e Zotit Jezus në kopshtin e Getsemanit, dhe se si është tradhtuar me një puthje nga Juda. Këtu Zoti Jezus tha këto fjalë të njohura: "Prandaj nëse më kërkoni mua, I lini këta të shkojnë." Këtu ai qëndroi në vendin e dishepullëve të tij, por kjo është gjithashtu një imazh për të gjithë fëmijët e tij, për të gjithë besimtarët. Dhe në Ungjil lexojmë mohimin e Pjetrit në dhomën e kryepriftit. Pjetri që kishte thënë një ditë më parë, edhe sigur të duhej të vdesja bashkë me ty, nuk do të mohoj kurrësi. Ne mund të lexojmë këtë pjesë në Mateu 26. Por çfarë shikojmë? Që në konstatimin e parë se edhe ai është një ndjekës I Jezusit. Ai mohon Zotin Jezus me fjalët: "Nuk e njoh atë njeri." Po, ai e tha këtë 3 herë dhe pastaj këndoi gjeli. Ky është një ilustrim për të gjithë njerëzit, sepse ne nuk duhet të mendojmë se jemi më të mirë se Pjetri, sepse edhe ne bëjmë çdo ditë gjëra që shkojnë kundër udhërimeve të Perëndis. Po, edhe shkelja më e vogël e udhërimeve të Perëndis është mëkat para Perëndis. Megjithatë, ne kemi parë në historinë e Pjetrit që Jezusi kthehet dhe ai shikon atë me dashuri. Jezusi donte të dënonte mëkatin dhe prandaj duhet të braktisej nga të gjithë. Sot duhem të shohim së bashku agonin e Zotit Jezus, sepse pasi e akuzojnë në sallën e Kajafës, kryepriftit, ata e shelin atë te Pilati. Por le të shikojmë së pari se për çfarë e akuzojnë. Përgjigjen për këtë mund ta lexojmë tek Luka 22, në vargjet 70 dhe 71. Atëherë të gjithë thanë: "Je ti, pra, biri I Perëndis?" Dhe Zoti Jezus tha: "Ju thoni se unë jam." Pra, Jezusi I konformon mendimet e tyre këtu duke thënë se ai është. Pastaj deklarata e tyre vijon:
sepse ata thon në vargu 70 le të lexojmë, çfarë nevojë kemi më për dëshmi, sepse ne vetë e kemi dëgjuar nga goja e tij. Judejt i dënonin me vdekje ata që e quanin vetëm biri i Perëndis, dhe për këtë arsye ata e quan në gjykatën e Pilatit për të dënuar atë. Për Pilati ishte një vendim shumë i vështirë, sepse ai gjithashtu kishte frikë se do të kishte një kryengritje popullore nëse do ta dënonte atë me vdekje. Dhe për këtë arsye lejoi që ta pshikullonin dhe ta talnin me shpresën se kjo do të ishte e mjaftueshme dhe nuk do të kishte nevojë për ta vrarë Jezusin. Po judejt i qëndruan kërkesës së tyre për të kryqëzuar. Jezusi duhet të vritej sipas ligjit të tyre, sepse ai kishte thënë se ai është biri i Perëndis. Pilati, sundimtari i perandorisë romake mbi perandorinë e hebrejve, doli me një mundësi tjetër për mos zbatimi e dënimit me vdekje. Në fund të fundit, në festën e hebrejve kishte një zakon që një i burgosur të lirohej. Kështu që nëse ai tani do të vinte edhe një kriminal tjetër bashkë me Jezusin, atëherë njerëzit do të zgjedhin që të lirohet Jezusi. Por udhëheqësit e hebrejve e shtyn popullin që të lirojnë kriminalin dhe jo Jezusin. Dhe kështu Jezusi u dënua me vdekjen e kryqit, ndërsa Pilati duhet të thoshte, unë nuk dje faj në të. Ne do të zemëroheshim nëse do të gjykoheshim si të pafajshëm. Po a e dini se çfarë është shkruar këtu për Jezusin? Ai nuk e hapi gojën. Kjo ishte pikërisht ajo që parashikoi Isaia. Ai do të qohej si qengji në thertore, por nuk do të hapte gojën e tij. Në këtë ne shohim përmbushje e djatës së vjetër. Dhe kështu mund të lexojmë në Ungjillin e Gjonit që Pilati e dorëzon Zoti Jezus për të kryqëzuar atë. Jezusi duhet të pësojë një vdekje të dhimbshme. Nuk ka asnjë që e mbështet, por e talin dhe rahin. Atje Jezusi shkon me kryqin e tij mbi shpinën e përshkakshme, për t'u kryqëzuar në Kalvar. Njeriu që kaq shumë njerëz dikur e mendonin se ishte mbreti i shumë pritur që të t'i çlironte njerëzit, tani po shkon drejt dënimit si kriminal. Lexoni në vargu 18, ku e kryqëzuan edhe me të dy të tjerë, andej edhe këtej. Dhe Jezusi në mes. Jezusi mori vendin ku një vrasës tjetër duhet të ishte varur. Dhe duhet të kuptojmë me besim se ai po dënohet në vendin ton. Pilati ka vendosur një tabel me një tekst në kryq. Jezusi, Nazarenasi, mbreti i judejve. Kjo tregon që Jezusi është varur në kryq. Thonjtë i janë shkullur në duar dhe këmbët e tij. Dhe pastaj ai u lut në kryq, atë. Fali ata, sepse ata nuk e din se çfarë bën. A mund ta themi këtë ne për armiqtë tan? A mund ta falim armikun? Ne mund të lexojmë në Bibël që Jezusi kishte fuqinë për t'i shkatëruar armiqtë e tij me një fjalë të vetme, kur ata erdhën për ta burgosur. A nuk do të kishte Jezusi fuqinë për t'i vrarë të gjithë armiqtë e tij në një moment? Jezusi e kishte fuqinë
për të shmanguar kryqin, po ai donte ta mbante këtë faj për fëmijët e tij dhe prandaj u vaj në kryq. Përgjigju sinqerisht, a do të doje të shërbejnë ti një mbretit të tillë? Ne do të dëshironim shumë që të shërbejnë një hero, për shembull Skënderbeut, heroit tonë. Po do të doni të shërbejnë një person të tillë, ose ndoshta ke dikë tjetër si hero. Po a jemi gati të shërbejmë Jezusit, atë që e ka në kapur dhe nuk reziston? Dhe është gozduar në kryq? A duhet të shërbejmë atij si mbreti ton? A i dini se çfarë mund të lexojmë në Bibël? Ai nuk kishte figurë as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ne të dëshironin. A është ashtu? Shikojeni atë që është i varur në kryq. Ky nuk është një mbret. E megjithatë, vetëm me anë të tij mund të shpëtojmë. Kjo është çfarë do të lexojmë tani. Pas kësaj Jezusi, duke ditur se që tashmë çdo gjë ishte kryer, që të përmbushë shkrimi, tha, kam etje. Dhe pastaj lexojmë kur Jezusi mori uthullën, tha, u krye. Dhe duke ulur kryet, dha frymën. Në Ungjillit e tjerë, Mateu, Marku dhe Luka, mund të lexojmë më shumë për kryqëzimin e Jezusit. Gjithashtu se ai është braktisur nga Ati i tij, dhe se errësira ra mbi tokën për 3 orë. Po a e di atë që është më rëndësishmja tani? Që ai e realizoi punën e Atit të tij. Përmes gjakut të këtij qengji, njerëzit e humbur mund të shpëtohen. Ashtu si izraelitët në Egjipt ishin të sigurt vetëm përmes gjakut të atij qengji, edhe për ne ka shpëtim vetëm përmes Krishtit. Zoti Jezus i tha Nikodemit, në të vërtet, po të them, që nëse një nuk lind përsëri, ai nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndis. Pra, të gjithë ne duhet të lindim përsëri. Ishim vetëm duke folur për një hero. A e dini se çfarë lexojmë? Shikojmë në vargu 30. Dhe duke ulur kryet, dha frymën. A nuk zbulohet këtu fuqia e tij? Ai e ka madje edhe vdekjen në kontroll, sepse këtu lexojmë se ai e dorëzon vetën në vdekje. Vdekja nuk mund të mëposhtë atë, pasi ai është mbreti dhe e gjithë jeta është në dorën e tij. A doni të shërbejni një mbret të tillë? Pa atë, ne jemi të humbur e të pa shpresë. Dhe në Bibël për 144 herë bëhet thirrja për të u penduar. Edhe tani përsëri, pendohuni, largohuni nga jeta juaj mëkatare dhe shkoni në atë kryq ku Jezusi është i varur, që të paguaj për mëkatet e fëmijëve të tij. A mund të pendohemi vetë apo të kthehemi vetë? Jo, ne preferojmë një mbret tjetër dhe preferojmë të ecim me Satanin. Po nëse Perëndia do të shterë dëshirinë e tij për të në zemrat tona, atëherë ne do të kërkojmë atë dhe pastaj do të shërbejmë atij. Tani një pyetje shumë të sinqert. A doni të shërbeni atij? Apo jeni duke menduar unë preferoj diçka tjetër? Po kam një mesazh të sinqert. Nëse jetoni ashtu, do të humbni ditën kur do të vdesni. Çfarë mesazhi sot? Nëse virusi bën shumë fiktima,
a pokalon verulsin gaderayon? Gana tjette, ne jita suke minjime sastem rekelusjem. Sepse kus dotje besonnete, nuk do të humbas, por do të ket jetë për jetshme. Prandaj rend te ky kryqi sot. Tani ti je duke menduar se nuk është më e mundur kjo, pas 2000 vjetës. Ashtu është, por në lutjen e mund të shkojmë tek ai. Bëj këtë sot, pendohuni. Sot po të jetë se dëgjoni zërin e tij, mos e fortësoni zemrën tuaj, por nënshtrojuni. Amen. Che Marcos primi preasusi so, aielane diacone streng, ne fucine irita besonti so, aielane diacone streng, aielane diac, lane diacone cengit shen, este bagă roba iotă sile bor, aielane diacone cengit, apostol mezot in crapă craci dobit, aielane diacone streng, Enie jetene të kryqëzuarit, aielane diakune qengjit, aielane diak, lane diakune qengjit të shen, este barda robe jote si debor, aielane diacone qengjit, ku do t'vidën drisht do të bësh prati, aielane diacone streng, a do të pranohesh në mbretërinë e ti, aielane diacone qengjit, aielane diak, lane diacone qengjit të shen, është e bardë roba jote si debor, aielane diacone qengjit, je ti përhurën që është plot me fat, edhe lahune diacone shtrejt, është një burim që shpitin mund t'alëje, ilane diacone qengjit, aielane diak, lane diacone qengjit të shen, është e bardë roba jote si debor, aielane diacone qengjit.